Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord sepse ky ligj ka përmbushur misionin e vet dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj këtë ligj. Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar, edhe pse ka pasur një rezolut në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane, sepse shfuqizimi nënkupton anulim dhe ligji për investimet strategjike do të shfuqizohet, do të anulohet, ndërkohë që ligji për zonat e mbrojtura është një nga ligjet më të mira që kemi. Është një ligj për të cilin kemi punuar shumë fort për ta hartuar. Ligji i parë në vend për zonat e mbrojtura, sepse nuk kishim një të tillë më parë, ashtu siç nuk kishim shumë gjëra të tjera më parë. Dhe na duhet të trajtojmë pjesë specifike të cilat duhet të jenë në pajtim të plot me standardet e Bashkimit Evropian. Dhe edhe për këtë, ndërkohë që flasim, po punojmë me komisionin, por shfuqizim nuk është një fjalë që e marrim si fjalë për të qenë në përputhje, nuk është shfuqizim, është miratim 100% në përputhje me standardet evropiane.